teksa vëzhgoja bukurit nga një cep në tjetrin. Mrekullohesha me pamjen që syri vështronte. Ndjeja aromën e freskisë e zhytesha në gjelbrimin e pafund të kësaj natyre. Era frynte duke mi bërë lëmsh flokët. Por mendja këtu shirohej nga mendimet e shumta. Përshëndetje shikues të televizionit Syri. Si që shikoni këtë herë, jemi zhvendosur në një vend komplet ndryshe. Në një vend ku qetësia, relaksi, madje dhe rreziku bashkëtojnë. Ndodhemi në liçenin e Radoniqit, këtu ku shpeshherë zhytësi Albert Morina ushtron me pasion dhe profesion sportin e tij të zemrës. Mirë po, për të njohur më mirë me teknikat e zhytjes, adrenalinën që ofron kjo veprimtari dhe mbi të gjitha me të fshetat nënujore, ne do të bisedojmë me instruktorin e zhytjes Albert Morina. Përshëndetje Albert. Përshëndetje. Fillimisht faleminderit që pranuat të jeni pjesë e eksperiencës ndryshe dhe të ndani përvojën tuaj me ne. Kënaqësia është ime. Kam dëgjuar se zhytja është një nga sportet më ekstreme në botë. Megjithatë, si e përkufizoni ju botën nënujore? Çfarë është zhytja për ju? Kjo për mua është pasion. Për pasion, hobi. Ka që është një ndër sportet më ekstreme. Vetëm vetë fjala ekstreme të di që në ujë mbretëron një shtypje jashtëzakonisht e madhe, edhe këtu përdoret bombulat me shtypje jashtëzakonshme. Kështu që vetë trupi mëson një përndryshimi komplet të jetës. Pse është një sport ekstrem? Pse është një sport shumë i bukur. Edhe për i bukurisë madhe që mbretëron aty në ujë, mundesh me ndodh edhe gabimet. Kështu që aty apo jam në një reflektuar në vetë profesionistin jetuarit në ujë. Megjithatë, kur e keni filluar ju këtë veprimtari? Nga cila moshë ose si e vendosët që të merreni me zhytje? Me qenë se në këtë rajonin tonë kemi lumej, edhe gjithëria jonë e ka qu jetën gjithmonë nëpër lumej. Edhe në vitin 1980 ne atëherë ishim si 18 vjeçar, u shpash një nevojë për më themelu një klub i zhytjes. Edhe isha kështu 18 vjeçar, edhe me që kisha pasion, në atë kohë i përcjellshim me misionet të madhit Jacques Cousteau, babës të oceanografisë botnore, ashtu të vendosim që një grup të rive lidhem edhe të fillojmë trajnimin për zhytje. Gjatë këtij rrugtimi e keni pasur familjen edhe shoqërinë krahun tuaj? Po, me qenë se në këtë familje mi marrë me natë kemi qenë atër në Tuz, Garuz, edhe në këtë familje me vllazit e me motra të gjithë kemi marrë me zhytje. Ju keni një jetë të tërë që jeni marrë me këtë sport. Megjithatë mund ta dim se sa zhytje keni bërë deri tani dhe në cilat vende jeni zhytur, brenda dhe jashtë trojave shqiptare? Vetë eksperjenca 40 vjeçare, atëherë tregon edhe një zhytje të panumërta. Përveç territorit tonë, si në Kosovë, të Liçeni edhe Lumej, zhytje kemi po në gjitha pjesë të Bregdetit Jugosllav, atëhershme, Jugosllavisë. Tunis për Slovenisë, Kroacisë, Malizi, po të fundit edhe në Bregdetin shqiptar. Përmendet Jugoslavinë, Malin e Zi, Sloveninë. Unë dua të di, ku jeni mrekulluar me botën nënujore? Secili pjesë Bregdetit e ka bukurinë e vet. Me qenë se në trajnimet e kemi bërë kryesisht në Kroaci, atëherë secila pjesë ka bukuritë e vet të veçanta. Tunis prej biodiversitetit, domethënë botës bimore, botës trazore, arkeologjisë nënujore, kemi marrë me peshkim nënujor e tjera. A do të veçonit ndonjë objekt që keni parë në botën nënujore ose ndonjë gjallës ose diçka tillë që ju ka lënë me të vërtet shumë përshtypje? Po, në pjesën Kroati atje kemi vizituar disa anije të kohës të luftës dytë botnore. Aty kryesisht ajo, rreth asaj anije është një bukuri e veçantë. Po eksperiencën në Bregdetin shqiptar, me qenë se përmendet të fundit, e lasha dhe të fundit për t'ju pyetur, si e vlerësoni? Bregdeti shqiptar është çështje mjetore. Vetë fakti se është Bregdeti jonë, edhe uji është temperaturat të larta, e ka një botë bimore
jashtëzakonshme. Edhe historikisht këtu është bërë transporti I anijeve, domethënë për bregdetit shqiptar, ka shumë anije të mbyllë, ka shumë gjëra për me eksploru, ka ampora, ka edhe qytete të vjetra antike që janë përmbyt. Në vërtet është një bregdet shumë I veçantë. Dëshirën e flakt e talentin për zhytje, Alberti e ka dëshmuar edhe në gara të ndryshme të këtij sporti. Kemi marrë pjesë në gara kajnore, republikane dhe federative asaj kohe, në vërtet kemi qenë shumë suksesshëm. Si qytetar Gjakove, si marrë gjithmonë me notin, ajo na ka ndihmuar që ne më shumë suksesshëm. Normal, nuk kanë mungu edhe diplomat e ndryshme, nuk kanë mungu edhe rezultatet, ku në disa disiplina edhe I kemi rekorde që akoma nuk janë të prej tjerëve. Cili është rekordi që keni arritur? Kemi diku 11 sekonda 50 metra, domethënë zhytje apnee. Nëse I kthehemi pak vendit ton, zhytja është më e përshtatshme në Lumej, liçene, për det hapur s'po flasim sepse aty duhet të jetë mrekullia më e madhe. Bukuria në zhytje është te pamja, domethënë te lartësia e pamjes, domethënë uji duhet të qenë shumë I thellë, domethënë aty ku janë ujët të thellë aty edhe ka zhytje. Për shembull në Lumej ton në Kosovë nuk ka pamje, kështu që nuk preferohet zhytja. Ma tepër në liçenj, sidomos në këto lumejt e pjeshkëve, ato janë shumë pastra, vetë ta veçoj deti ku atje është pamja 20 metra largësi, aty është një mrekulli e veçantë. Cilin nga lumejt liçene do të veçoje që ka bukuri më të mëdha në ujore? Secili liçeni ka bukuri të veta. Për shembull, liçeni Joni Duraxhinit është kryesisht liçej I ri, është diku 40 vjeçar, kështu që bota në ujore është pak e varfne, atë nuk e ka formuar universitetin e vet. Kemi në Badovsk, kemi në Batllav. Atëherë ekzistojnë dy anët e medaljes. Ne folëm për pjesën e mirë, pjesën e bukurisë, mrekullisë. Megjithatë, le të flasim edhe për anën tjetër të hidhur me të cilën ju jeni ballafaquar në të kaluarën. Çfarë mund na thoni për atë pjesë? Pjesa e hidhur, për çfarë s'ka pas që me bisedurë saj, po prapë duhet më të. Pjesa e hidhur është kjo kur vetë fakti që kemi këtu ujnat janë thellësi të mëdha, janë përfituar prej popullit, edhe ndodhin edhe shumë aksidente ku kemi me humbje jetës. Kemi nxjerrë shumë trupa pa jetë në për lumejt e Kosovës, kryesisht, në për Fuse, në për liçenj, nga pakujdesia, ka ndodhur ose nga bërshimeve, kemi pas raste edhe kur me aksidente, për njërës në aksidentuar me automjete kanë ra. Kemi pas shumë mirë, po pjesa më e hidhur e krejtë saj është lufta e fundit, vitit 99, atëherë kur okupatorët serb bënin shumë masakra në popullatën tonë, një numër shumë të ndryshëm trupave I kanë hedhur nëpër Fuse, nëpër liçenj, Ljemej. Me angazhimin e shoqatës humanitare Akt Internacional të Norvegjisë, jemi angazhuar për gjetjen dhe nxjerrjen e trupave të mundshëm. Kemi pas një numër me vërtet numër të madh. Sa ka qenë numri, mbani mend? Diku afër 128 trupa që kemi kryesisht në Fuse, masakruar. Lidhur me këto kemi botuar edhe një libër, dokumentacion komplet e kemi çuar edhe në tribunalin e Hagës, kohën kur kasapi Ballkanit Milošević u intervistuar atë. Dokumentacioni jonë ka qenë korrekt, ka qenë I prekshëm, me fotografi, me fakte, me shpimi, me të gjitha. Kjo është pjesa pak më hidhur që mirërisht duhem me marrë edhe me këtë pjesën. Në të kaluarën, por besoj që edhe sot angazhoheni në raste të tilla, jeni të gatshëm për t'ju dalë në ndihmë? Patjetër që po. Gjithmonë jemi të gatshëm, meqense se kohë të fundit e kemi pakjes më lehtësi me formimin e njësitë në trupat ose sigurisë Kosovës. E kanë një ekip jashtëzakonisht mirë. Na kanë lehtësuar pakjes punën, mirë, po prapë ka nevojë për ne thirrën, jemi të gatshëm në çdo kohë, në çdo moment me intervenu me zgjedh
pranë popullatës tonë. Ju ka ndodhur ndonjëherë që me ditë tëra të kërkoni? Patjetër që po, se me fillimin e aksionit e hulumtimit zgjedhjes trupave të mundshëm, na kur do kemi kthyer pa përfundu aksionin. Ja keni ndalë në banë gjithmonë? Gjithmonë, 100% ka qenë sukseset, ka ndodhur deri edhe në 7 ditë. Nuk kemi kthyer shpjellesa, kemi kthyer. Pas tjerash, ju menaxhoni edhe klubin e Zhytjes Gjakova. Çfarë mund na thoni rreth këtij klubi? Klubi Gjakova është kriju para 40 vjetëve, domethënë vitin 1981. Ishim një grup prej 13 djemve të ri ku mbledhem atëherë me iniciativën e profesorit Indier Bardul Zajmi dhe babës jam, Mazdomit. Ranë dakord që ta formojmë një klub. Atëherë formuam diku mbledhen një 13 djemë të ri dhe i filluam trajnimet e para në qendrën rekreative sportive të Kroacisë, e quajtur Badi, afër Korçullës. Aty edhe i morëm një vit e para të zhytjes ku edhe e morëm titullin si zhytës i ri. Zhytës i ri zakonisht bën zhytjen thellësi deri 20 metra. Me kthimin nga Korçulla atëherë filluam këtu me trajnimin, vazhduam trajnimet. Atëherë më qenë se u frekuentoi shumë drinit Urashajt, u mbledh një popull shumë i madh, aty vendosëm një kamp ku patëm menaxhuar për 5 vjet kampin, aty jemi gjetë shumë një popullatës, ndërkohë kemi marrë edhe antarë të ri, kemi formuar edhe sektorin e fëmijëve. Do të thotë me kalimin e kohës është zgjeruar klubi. Patjetër që po, disa antarëve që janë larguar qysh në fillim, kanë ardhur antarë të ri, e kështu. Ndërkohë, deri në vitin 1989, kemi reaguar kur regjimi vetë na ndërprerë aktivitete dhe na i mori gjitha pajisjet. Afër 10 vjet kemi pauzuar si sport, mirë po popullatës që kemi gjetë gjithmonë në një edhe pa pajisje. Do të thotë ky klub vazhdon të jetë aktiv edhe në ditët e sotme? Patjetër që po. E thatë pa pajisje, keni pasur problem në lidhje me pajisje? Gjithmonë kemi problem me pajisje. Me qenë se jemi këtu dhe afër pajisjeve. Shumë pajisjet, këto pajisje që ishini këtu edhe një pjesë tjetër që kemi atje në depo, kryesisht janë donacion për antarëve të klubit jonë, që disa prej tyre kanë shkuar me jetu në prendim, siç është Afrima Ajdini, është Sokol Hoti, është Ebrim Saliuka, edhe pjesë tjera kryesisht në antarët me mjetet tone, vetanjake i kemi mbledh. Sa janë të kushtueshme këto pajisja? Variojnë diku për me kompletu një zhys diku 2.000 deri në 3.000 euro për një person. Mirë po, përveç kësajnë është edhe kompresori i veçantë i cili i bën mbushjen e bombulave. Ajo ka një kosto diku 3.000 deri në 5.000 euro, varet prej firmës. Kush e realizon këto, kush e kryen? Po, ne nuk kemi atë kompresor, po fakt mirësisht e kanë shoqata Zerfiksave, të cilët gjithmonë në gjithën nim, ata në i mushin këto bombulat. E kemi një bashkëdim shumë të mirë me ata, shumë gjithmonë në gjinën. A keni pasur ndonjëherë kërkesë, keni adresuar këto drejt institucioneve përgjegjëse? Kemi bo kërkesa nëpër institucione edhe lokale edhe qendrore, po kryesisht kanë qenë përgjigjet negative. Deri sot nuk kemi ndonjë donacion apo ndonjë ndihmë, qoftë prej institucioneve, qoftë prej privatëve, personave. Kryesisht kështu. Nevojë kemi shumë. Ju bëjmë ftesë gjithë institucioneve, gjithë firmave, gjithë sportdashëve me animuese, është i vetmi sport i cili në mënyrë restaurative kthehet popullit. Domethënë çdo investim ne investojmë në rini e gjithë në popullit nim. Atëherë shpresoj që këto informacione të bien në veshin e institucioneve përgjegjëse në mënyrë që të bëjnë diçka, ta shtyjnë përpara këtë sport. Keni pas ndonjë rast specifik kur është rrezikuar jeta juaj ose bashkëpunëtorëve? Po gjithmonë ato rreziku është evident gjithmonë. Mirë po të pas parasysh që me të vërtetë jemi shumë kujdesshëm, sepse nuk e ceka më parë, janë disa smuja që
neve në prezentojnë në zhytje. Për shembull? Është për shembull embolia, është kur përmbajtja e azotit në ajër kthehet në thuje narkotik, atëherë hupe vetdijen. Çfarë ndodh në ato raste? Si veproni? Na kryesisht gjithmonë zhytjen e bëjmë gjithmonë me partneritet, vetë i dyti ose i tretë, që të jemi gatshëm gjithmonë njëri tjetër me minimum. Se shtypjet e mëdha që janë poshtë, ne nuk guxojmë me ikë jashtë, nëse kemi ndonjë problem, nuk guxojmë me dalë jashtë. Nuk duhet dalur me shpejtësi. Nuk guxojmë absolut me dalë jashtë. Kështu që gjithmonë duhet njëri tjetër me jap ndihmën e parë. Se nuk e përmenda më herët se ekziston edhe një farë komore, është një farë dhome me shtypje të lartë që duhet me pas gjithmonë institucione ose spitale ose ushtria që fatkeqësisht në Kosovë nuk e kemi. Ato i përdoren për smundje që neve në mundu të shfaqim gjatë zhytjes. Mirë, po me qenë se mungesë të kësaj dhome komore që thonë se e bë me shtypje të lartë, atëherë i vënojmë shumë më tepër kujdes zhytjes poshtë, kështu që i ndihmojmë një tjetër. Do thotë jeni bashkë. Patjetër. Cilat janë benefitet e zhytjes nëse referohemi për shembull shëndetit? Mos po i largohen prej ambienteve të mbyllura, prej rutinës normal, prej konsumimit drogave, duhanit, i kthehen natyrës, e formojnë një trup shëndetshëm, trupi shpesh është edhe shpirti i shëndetshëm, i këtu të vinë, të afrohen. Ne jemi këtu, pa pagese kanë çdo gjë, jenë mirë se ardhën. Sidomos që t'i bashkohen klubit juaj, që posedoni tash 40 vite. Patjetër, ne jemi i vetmi klubi i Rrafshë Dogaxhinit, ku njëherë Rrafshë Dogaxhinit posedon me 800.000 banor, ne jemi i vetmi klub që jemi aktiv. Unë së bashku me shokët e mi, jemi të gatshëm t'ju ndihmojmë, t'i mësojmë, t'i përgatisim për të ardhmen. Shifni çfarë bukurie, sidomos botën në Nujore, ju sfidon, i thrasim të vinë, ne jemi këtu. Do të thotë mjafton interesimi dhe vullneti i të rinjve dhe ju jeni të gatshëm për t'ju dalë atyre në ndihmë. Patjetër, as mjafton. Ata në të vinë, ne jemi këtu. Vetëm 14 kilometra prej qytetit të Gjakovës, gjendet liçeni artificial i Radoniqit, i cili posedon këtë bukuri të rrallë, të shoqëruar nga qetësia e cila të bën të harrosh rutinën, zhurmën dhe stresin e përditshmërisë. Në këtë vend, edhe notarët e zhytësit zhvillojnë aktivitetin e tyre. Le të flasim pak për pajisjet cilat I kemi këtu dhe mbi të gjitha rrobat cilat I kemi veshura, çfarë materiali janë, çfarë mund na thoni? Atëherë, rrobat I kemi 3 parë rroba që I përdoren në zhytje. Ato ndahen në grupe, ndahet grupi I rrobave të lakta, këto që I përdorim ne, janë gjithë lakta dhe rrobat të tjerna. Rrobat të lakta janë këto që laget këtë trupi. Domethënë, ka trashësie të ndryshme, varet prej temperaturave të ujit, me milimetra shkojnë, 3 mm, 5, 7 deri 8 mm trashësie. Rrobat kryesisht na mbrojnë vetëm prej temperaturave të ftofta. I thojmë rrobat lakta se këto lagen, mushën me ujë, e pijnë ujin edhe e marrin temperaturën e trupit, edhe mbata nuk lëviz, me atë temperaturë. Sa ata që shkojmë në thellësi që në temperaturat ekstreme të ftofta, që arrin këtu në këtë liçenin tonë deri në 2 gradë mbi 0, atë ne nuk mbajmë më temperaturë se kemi temperaturën tonë. Rrobat gjesterne, ato janë ato rrobat të cilat lagen vetëm gjymtyrë, domethënë duart, këmbët dhe koka, ndërsa pjesa e trupit rrin gjithmonë e terne. Ndërsa
Ndërsa rrobat e tjerë komplet janë rrobat që përdoren zakonisht në kantiere të ndërtimit të anijeve. Janë rroba me një skafandër të madhe kështu. Posedojnë me kamera, me mikrofone, me gjana mbrana, edhe aty është qëndrimi shumë më i gjatë për punime. Ndërsa krahas rrobave kemi edhe pajisjet të cilat neve në nevojiten për të zhvilluar zhytjen. Ne kemi, domethënë këtu kemi bombulataret që janë të mushur kryesisht për zhytjet tonë këtu që ta bëjmë edhe sot me ajër. Shkojnë në shtypje në presion deri në 200 atmosfera, 200 bar. Përveç bombulave kemi sistemin i cili neve na siguron jetën në ujë. Atëherë do të tregojmë disa nga këto. Kjo pjesa është aparati frymëmarrjes apo respiratori që e quajmë. Detyra kësaj është prej shtypjes 200 bara. Kjo aparatura këtu e kthen në 12 bara shtypjen. Ndërsa kjo tjetra atëherë ta ofron ty sipas nevojës shtypjen që ti e konsumon. Për shembull fillu prej 1 atmosferë në sipërfaqe e të poshtë rrit për çdo 10 metër rritet nga 1 atmosferë. Përveç respiratorit frymëmarrjes, atëherë kemi një aparaturë që neve na tregon kjo për shembull aparatura këtu na tregon shtypjen e bombulës. Në rastin tonë për shembull është e mbushur diku 130 bara, domethënë 130 atmosfera. Kjo pjesa këtu na shërben me tregu thellësinë. Shtypja e madhe e ujit ndikon këtu edhe shkon edhe i lëviz këto tregust. Këtu pjesa mrapa është busolla, sepse Cila na tregon orientimin. Na tregon orientimin, pra se nuk zhytem me orientimin. Ndërsa kjo pjesa këtu është një tabel që neve na detyron me bë zhytjen bazë kësaj tabele. Çfarë thotë tabela? Domethënë kjo do tregon thellësinë, kohën e qëndrimit në thellësi të caktuar. Atëherë shohim kohën sa metra ishim thellë, sa qëndrum, edhe lexojmë tabelë kohën që neve na nevojitet për medal. Ka janë të dukshme këto në ujë, sa mund t'i vreni qartë? Tani na duhet pas kujdes që gjithmonë që zhytje kur të bëjnë në këto hapësina që të jetë pamja, të dukshmëria, që në çdo kohë të mujë me i lexu aparaturat. Të gjitha këto komplet janë të vendosur në jelekun na quajmë jelekun sigurisë ose jeleku i shpëtimit. Çka nevojitet kjo? Kjo përveç mbajtjes, na nevojitet edhe për ballancim. Domethënë, kemi këtu ka këtu dy pjesë që furnizohet me ajër, domethënë prej bombulës. Njëra pjesë është për me prymin e jelekut sigurisë, kjo nevojitet nëse kemi nevojë me bot daljen, do të thotë përveç se pajisja ne e shohim që komplet pajisja ka diku rreth 40 kg. Ne përveç asaj ne janë rrobat që neve na marrin në sipërfaqe. Ne i përdorim edhe këto peshat. Peshat janë kryesisht me plumb. Të cilat duhen besoj për të pasur një lloj ekuilibri ose një balancin. Ne duhet me mbri balancin, domethënë, qëndrimin në atë nivel sikur zogu që rrin ajër. Ne ashtu duhet më ndaj. Domethënë kjo punë vjet për ata. Përmet një mu me dal, me bë zhytjen e sigurt, por që ato quhet jelek i sigurisë. Domethënë, duhet më kon trupi i shëndetshëm i përgatitën, mos më bizetru friga. Njeriu e mbet friga. Po s'po frikë, po dashte këtë sport natër nuk ka problem. Ju jeni zhytur, besoj qindra herë në këtë zonë, edhe nëse zhytemi këtu, çfarë gjejmë? Këtu ka, me qenë se këtu ujmlesin tonë që quhet liçeni i Dugazhinit, këtu kanë qenë 3 fshatra të banjune. Për shkak nevojës ujit e të jenë largu, 3 fshatra, shtëpiat janë të shkatruara, kanë ngel disa kështu pjesë fragmente të shtëpiave, ato mujë me i pa gjatë zhytjes. Arrini të shëni qartë gjatë zhytjes këto? Vetëm në kohë, sidomos kohën e dimrit kur uji është më i pastër. Domethënë gjithmonë varet tek thellësia. Po tek thellësia mirë, kësia është e pashmangshme. Thonë se për çdo gjë ka një herë të parë, edhe unë asnjëherë nuk jam zhytur. Jam pak konfuze se si do shkoj, por me qenë se nuk jam vetëm, jam me një shpëtimtar, po ndjej një farë lloj sigurie. Por, ka ndonjë hile tjetër që mund të më tregoni para zhytjes? Hile tjetër nuk ka në hile, unë thash, pak duhet me dash, po e dash të s'polësi për probleme. Të qëtë gatshëm për të provuar aventurën motoretime të zhytjes? Besoj që kemi kohë në kënaqëne.
Poshtë ujit, çdo gjë zhduket si me magji, je vetëm ti dhe mendimet e tua. Shpeshherë ndjehem si një astronaut I cili udhton në një hapësirë ku dominon bukuria, efekti qetësues e kënaqësia e pashpjegueshme që dopërton në brendësinë e një zhytësi. Këto janë disa nga elementet të cilat më mbushin me jetë. Zhytja me të vërtet qenë ka një terapi shumë e mirë, larg zhurmës dhe rutinës. Brenda ujit, me të vërtet çdo gjë duket sikur zhduket me magji. Unë të falenderoj shumë që pranove të ndash eksperiencën tënde shumë vjeçare me ne. Dhe të uroj shumë suksese edhe mbarësi në pasionin e profesionin tënd. Faleminderit, unë falenderoj për vizitën e bot klubit jon, meqense gjatë këtyre orëve, këtyre ditëve që bom disa zhytje të bashkërisht, e pash që keni përvetësu hapat e parë zhytjes, prandaj do t'ja pushtën ta fillojmë edhe peshkimin në New York. Atëherë le të kthehemi për një zhytje tjetër. Patjetër. Ndërsa juve që ishit me ne për te ekranit, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo eksperiencë. Vazhdoni të qëndroni me këtë kanal, sepse aventurat e reja na presin javëve në vijim.